Dashi. Dita e sotme ofron mundësi për të rifreskuar marrëdhëniet personale dhe profesionale. Në dashuri, flisni hapur me partnerin dhe vlerësoni momentet e vogla që krijojnë lidhje të thella. Në punë, një projekt i ri mund të sjellë sfida, por energjia juaj e lartë dhe përqendrimi do të jenë aleatët tuaj më të mirë. Financat mund të kërkojnë kujdes, prandaj shmangni shpenzimet e panevojshme dhe mendoni për investime afatgjata. Ndërsa dita përparon, përkushtojuni vetes përmes një aktiviteti që ju kënaq, si leximi një libri apo një shëtitje në natyrë. Pse të mos e përkëdhelni veten me një moment qetësie? Kjo do t'ju ndihmojë të ndiheni në harmoni me veten dhe rrethin tuaj. Besoni në potencialin tuaj të pafund. Demi. Sot është një ditë e mbushur me energji pozitive dhe mundësi të reja. Në aspektin e dashurisë, mbase do të jeni të ftuar të hapni zemrën tuaj drejt ndjenjave të freskëta. Një bisedë e ngrohtë me partnerin tuaj mund të sjellë një kuptim më të thellë mes jush. Në punë, një projekt i ri mund të kërkojë përkushtimin dhe kreativitetin tuaj. Mos keni frikë të propozoni idetë tuaja të reja, pasi ato mund të vlerësohen shumë. Financat janë në një rrugë të qëndrueshme, tregoni kujdes kur shpenzoni, por mos hezitoni të përkëdhelni veten me diçka të vogël. Gëzojeni ndjenjen e qetësisë dhe harmonisë që ju rrethon sot. Përqendrohuni te vetja dhe reflektoni për arritjet tuaja me krenari dhe optimizëm. Binjakët. Ditën e sotme, ngjyrat e dashurisë do të shkëlqejnë më fort se zakonisht. Merr kohë për të dëgjuar zemrën tënde dhe për të shprehur ndjenjat sinqerisht. Një bisedë e thjeshtë mund të sjellë një afërsi të re me partnerin ose mikun e ngushtë. Në aspektin profesional, shfaq kreativitetin dhe merr iniciativë, mundësitë e reja po të presin përtej horizontit të njohur. Financat kërkojnë vëmendje, ki kujdes në shpenzimet e panevojshme. Përqendrohu te balanca dhe planifikimi afatgjall. Ndërkohë, zemra do të ndjejë një paqe të brendshme, por mund të ketë momente reflektimi. Meditimi ose një ecje në natyrë mund të lehtësojnë shqetësimet e vogla. Shijoje qetësinë që ke krijuar dhe ndiq ëndrat me pasion. Daforia. Dita fillon me një ndjenjë qetësie dhe reflektimi. Është koha për të vlerësuar marrëdhëniet dhe për të forcuar lidhjet emocionale me ata që ju rrethojnë. Në punë, zgjidhjet kreative dhe aftësia për të dëgjuar do të sjellin rezultate të mira. Mos keni frikë të shprehni mendime inovatore, ato do të vlerësohen. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes, shmangni shpenzimet impulsive dhe qëndroni pranë buxhetit tuaj. Një shëtitje në natyrë do t'ju ndihmojë të rifitoni energjinë dhe qetësinë e brendshme. Për dashurinë, një bisedë e sinqertë mund të zhbllokojë ndjenjat të fshehura dhe të sjellë afërsi më të madhe. Lejojini vetes momente pushimi dhe shijoni çastet e thjeshta që dita ju ofron. Kujdesuni për veten dhe dashurinë që ndoni. Luani. Dita e sotme do të sjellë një energji të freskët që të ndihmon në zgjidhjen e çështjeve të vjetra. Është momenti të përqendrohesh në marrëdhëniet personale, ku një bisedë e ngrohtë mund të ndryshojë shumë çka. Në punë, përqendrimi dhe entuziazmi do të jenë çelësi për të çuar përpara projektet e tua. Mos ngurro të kërkosh ndihmë nga kolegët, ata do të jenë të gatshëm të të mbështesin. Në aspektin financiar, kujdesi i vogël do të shmangë surpriza të pakëndshme. Planifikimi është mik i mirë. Sot është një ditë e mrekullueshme për të shpërndarë mirënjohje dhe për të ndjerë dashurinë që të rrethon. Kujto të marrësh frymë thellë dhe të gëzosh momente të vogla që të sjellin lumturi. Dita ka shumë për të ofruar. Virgjëresha. Sot mund të ndjeni të mbushur me energji pozitive që ju inspiron për të përqafuar mundësi të reja. Në dashuri, hapjani zemrën partnerit dhe krijoni hapësirë për biseda të sinqerta. Nëse jeni vetëm, një takim i papritur mund të ndryshojë perspektivën tuaj. Në punë, përpjekjet tuaja të fundit do të fillojnë të japin fryte. Mos keni frikë të shprehni idetë tuaja novatore, pasi mund të impresionojnë kolegët apo drejtuesit. Financat janë në një fazë stabiliteti, por tregoni kujdes me shpenzimet e impulse. Reflektimi dhe planifikimi i rrugës suaj të ardhshme janë të rëndësishme. Gjeni pak kohë për të çeldur me një libër të mirë ose një shëtitje në natyrë, duke ushqyer shpirtin tuaj. Peshorja. Kjo ditë sjell një ndjesi të veçantë ekuilibri dhe qetësie, duke të frymëzuar për të kërkuar harmoni në marrëdhëniet personale. Një bisedë e ndjerë me një mik të dashur mund të hapë rrugë për mirëkuptim më të thellë. Në punë do të zbulosh se aftësia jote për të parë dy anët e një çështjeje është shumë e vlefshme. Mos e neglizho mendimin e zërit të brendshëm kur bëhet fjalë për vendime financiare. Intuita jote është një aleat i fuqishëm. Kujdesu për shëndetin mendor duke gjetur kohë për meditim ose një shëtitje në natyrë. Lejo emocionet të rrjedhin lirshëm, por mos lejo që ato të pushtojnë.
Me dashuri dhe mirësi, dita do të dhurojë qetësinë që ke kërkuar. Akrepi. Sot do të ndihesh si një detektiv i natyrshëm, duke kërkuar të fshetat e botës përreth teje. Në dashuri, është një ditë e përshtatshme për të ndarë mendimet me partnerin. Komunikimi do të jetë qelësi për të zgjidhur çdo keqkuptim të mundshëm. Në punë, një zbulim i papritur mund të ndryshojë rrjedhën e një projekti, prandaj qëndro i hapur ndaj ideve të reja. Financat tregojnë nevojën për pak kujdes. Planifikimi i mençur do të ndihmojë të shmangësh shpenzimet e panevojshme. Energjia jote sot është e fuqishme dhe e ngrohtë, duke të ofruar ndjenjen e një fillimi të ri. Mbështetuni me intuitën tuaj të mbredh dhe lejoni që udhëzimet e zemrës të ndriçojnë rrugën tuaj. Dita ka potencial për të sjellë pasuri emocionale dhe shpirtërore. Shigjetari. Zgjimi ju pret me një energji të re, duke ju frymëzuar të përqafoni sfidat e ditës. Në dashuri, dëgjoni me kujdes partnerin, pasi komunikimi i hapur do të thellojë lidhjen tuaj. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të ndriçojë ditën tuaj. Në punë, shfrytëzoni kreativitetin tuaj për të zgjidhur problemet e vështira. Ideja juaj unike do të vlerësohet nga kolegët dhe mund t'ju sjellë një mundësi të re. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Lejojini vetes pak kohë për reflektim dhe merrni frymë thellë. Universi ju frymëzon të jeni të duruar dhe të besoni në rrugën tuaj. Kujdesuni për shëndetin duke ushtruar aktivitete që ju sjellin kënaqësi dhe paqe të brendshme. Britsjapi. Sot shpirti yt kërkon qetësi dhe balancë të brendshme. Mund të ndjesh nevojën për të vlerësuar prioritetet financiare, prandaj merr kohë për të planifikuar me kujdes. Në punë, qëndroni i fokusuar tek detajet dhe mos lejoni që shqetësimet e vogla t'ju zhvendosin nga qëllimet kryesore. Lidhjet personale marrin një kthes pozitive, komunikimi i sinqert dhe zemra e hapur krijojnë harmoni. Nëse arrin të balanconi kujdesin ndaj vetes me përkushtimin ndaj të tjerëve, do të ndiheni më të plotësuar. Ditën përfundoje me një aktivitet që të frymëzon, siç është leximi i një libri të preferuar. Lër momentet e vogla të lumturisë të pushtojnë, sepse ato janë çelësi drejt një dite të suksesshme dhe të qetë. Ujori. Sot është një ditë e mbushur me energji pozitive dhe ndjenjë të përmbushjes. Në dashuri, është koha e duhur për të ndarë mendimet dhe ndjenjat me partnerin. Një bisedë e sinqertë do të forcojë lidhjen tuaj. Në punë, do të ndjeni një val frymëzimi. Shfrytëzojeni këtë energji për të përfunduar projektet e pasgjidhura. Financat duken të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet impulsive për të ruajtur balancën. Reflektoni mbi qëllimet tuaja afatgjata dhe planifikoni hapat e ardhshëm me kujdes. Sot, një frymë e re krijimtarie do të zgjojë entuziazmin tuaj. Merrni kohë për të relaksuar mendjen dhe trupin, ndoshta me një shëtitje në natyrë. Ndiqni intuitën dhe lëreni zemrën të udhëheqë. Ju jeni në rrugën e duhur. Peshqit. Sot, magjia e ditës do të ndriçojë rrugët tuaja me dritë të butë, duke ju dhënë mundësinë të shikoni më qartë. Në dashuri, hapni zemrën dhe lejoni që ndjenjat të rrjedhin natyrshëm. Partneri juaj do të vlerësojë sinqeritetin dhe përkushtimin tuaj. Në punë, një projekt i ri mund të kërkojë më shumë përqendrim. Me durim dhe përkushtim mund të kthehet në një sukses të madh. Financat duket se janë në një fazë të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Kërkoni kënaqësi në gjërat e thjeshta dhe mos harroni të bëni një pauzë për t'u relaksuar. Sot, ndiqni intuitën tuaj, ajo do t'ju drejtojë në drejtimin e duhur. Lehtësia dhe bukuria e kësaj dite do t'ju ndihmojnë të gjeni paqe të brendshme.